shaka, bëj shaka. Nuk bëva ki kurrë. Jo, e di. A bëj shaka, pa e kam Dhe atyre që e pretendojnë të që s'kemi bërë, s'kemi thënë, kemi 500 dyshime, më t'ju se pretendojnë. Pra, ndaj po të them. Kështu që është okay. Binjak. Po, binjak. Nuk kam në kështu, domethënë në një obsesion me horoskopin. E di. Kam që ndikur në një lidhje me gocë që ishte e fiksuar në nivel të çmend. Të lartë, të skandalos. Po ajo veç shenjë ishte? Ajo ishte peshore. Peshore. Edhe filloi të bënte nga këto paralelizmat e idiotet të hapte mund të është data 29 maj, ti je kështu se pranaj je se shi çfarë shku, çfarë thot ai tjetri. Edhe nuk është mënyrë, nuk është qasja ime. Megjithatë është interesante kur nisi bisedë me njerëz. Po. Të hap biseda. E vërtetë, po. Çfarë është horoskopi? Dgjoj, jo çfarë është horoskopi. Shiko, unë nuk besoj në astrologji fare as nuk si as gjikundi se çfarë do ndodh sot ma tregoj mua astrologjia. Unë besoj në Zot, por ka disa karakteristika që janë lidhen domethënë. Edhe jo, do të qëndroj, po. Do të janë vetëm njerëzore. Po. Janë thjesht natyrshme. Njerëzit i bëjnë ato djalda. Unë më shumë më vjen të traseni si sa Aldo, po nga që është dhe sejnë këtu, nuk di që të të duash. Steni mi gocë. Steni. Steni është fiks. Njerëzit që mund